Të nona ka thonë birë primë të mara, inshallah ne bjen lirin. Ndërsa prindi, ai nuk e ka besu, edhe kur e ka hetue, veç një pyetje më ka thonë. Birë tha, a je në gjendje me dhonë jetën. Thash, bab, unë e prej këtij momenti, thash, e kom vendos, thash, edhe jetën me dhonë. Thash, për mu nuk ka problem. Edhe ai tha, i ruju, tha se, plumi tha s'dvet. S'kemi rrugë dalje tjetër, pos me kap armën, edhe me luftu. Prej atij momenti që e kom kap pushkën në dorë, na frikë s'kemi pas. Familje kemi pas ushtarin. Lajmi më i hidhur ka qenë lajmi i Dërnicës, kur ka ra komandanti i jonë, Adem Jashari. U që këja për mua është gjithçka. Është jetë. Që ky prind i 5 fëmijëve ka qenë. Fëmijët e tjerë nuk dinë ku janë, as nonën s'dinë ku janë. Unë vetë jam arsimtar. Më ka dashur me marrë armë e me mbrojt familje mas pari familje me mbrojt. Që 84 vjet ke pas luft me to, se njeri as e kusho nona, as kusho bëtra, as kusho buka, as kusho fëmija, as kusho gjoja. Me një dëshirë, një qëllim. Pasi Shefket, pikërisht në këtë vend është bë rreshtimi edhe dhënia e betimit nga ushtarët e ushtrisë qeveritare, pjesës së cilës ke qenë edhe ti. Sot jemi këtu pikërisht në vend ngjarje, çfarë nostalgjie, çfarë kujtime t'jep ky vend? S'pari ju përshëndes, edhe ju mirë se ardhi. Ju falenderoj shumë që keni ardhur këtu në këtë kohë. Ndërsa nostalgji padyshim se kemi. Po ajo nostalgji është kujtim i jashtëzakonshëm, kujtim që deri në vdekje nuk harrohet. Sepse këtu kemi vepruar, këtu kemi ngrit flamurin, kemi zbrit, kemi bërë rreshtime të ushtarëve, kemi dhënë betimin këtune, pastaj janë marrë orë për kujtimore, për Qamili Lazin, komandant Shpatën, e disa të tjerë. Kështu që nostalgjia është e paevitueshme. Çka të kujtohet tash ti kur po ta bëjnë këtë pyetje, çfarë po të vjen në mend? Një moment, një shok, një bashkëluftar. Momenti më i shtirë edhe më i dëshpëruar për mua ka qenë rramja e komandant Bardhit. Arsyeja sepse unë me te kom punuar 6 vite në ish sekretarit të mbrojtjes popullore. Edhe gjatë luftës jam taku me ta. Ai ka qenë momenti më i dhimbshëm, më i prekshëm. Nuk di si me përshkruaj. Bile në një rast, inshallah Zoti na fal, po shpesh kom thonë prej dhimbjes e kom pas, një djalë kisha dhënë për ta. Po Zoti është i madh, ai e ka ditë se ka e merr, kështu që më falën se edhe për emocione fort lot nuk më dalin, po që t'i marrë tash. Pastaj Shefket, çfarë i madhe ka qenë dashnia për bashkëluftëtarët, saqë keni qenë gjendje me bë gjithçka për njërin. Shumë normale, edhe si mos jetë dashni kur me një sahan, apo me një pjatë han, me një gotë pin ujë, si mos jetë dashnia. Pastaj
na s'kemi familje, se kemi pas në shtëpi, familje kemi pas ushtarin, familje kemi pas komandantin, familje kemi pas gjithë ushtarët kemi pas familje, s'kemi pas ku tjetër. Kështu që për mua ka qenë një s'di çish më shpreh. Baca Shefket, një prej të mirëve më të mëdha, një prej përjetimeve tua më të mëdha gjatë kohës luftës ka qenë rëmja e komandantit, komandant Bardhit. Bardhit, po. Kur e more vesh lajmin, çka ndjeve në ato momente, ku ishe në ato momente? Tregova më herët atje poshtë, unë isha me ushtar të poshtë, edhe lajmin e ka marrë zëvendës komandanti Jari Shkurti, edhe jam kënë një disa metra larg, veç që e kom pa letrën, automatikisht zemra më ka rrej, edhe vetë me veti më thonë, Rametlia pa allon jetë. Edhe pastaj, aty kom shu të zëvendës komandantit, si kom folë fare, edhe kom marrë një pjesë që të ashtë, edhe kom fillu me qajtë. I dhonsha vjetit garet, mos qaj, po kot ishte e kot, sepse dhimbja ishte aq e madhe sa që ishte e pa mundur pa kajt. Ti ke kalu një pjesë goxha të madhe me komandant Bardhin edhe një amanet, një fjalë që ndoshta ende dhe sot e mban mend për komandant Bardhit. Po ta them të drejtën, edhe në moment e kom pas shumë keq, me 10 maj kemi marrë qëtu një Akademi për Kujtimore? Po, Akademi për Kujtimore, jemi rështu këtu, edhe më ka thonë, Shefket, shko në shtëpi edhe qitë ma kasetën në kasetë madhe. Se i kisha në tetë që i kisha kamerës, edhe kom shku e kom qitë. E prita atë notë nuk erë të nesërt, ku ka ardhë më rëmje, më që fjallë, tha dhe, tha të ukry që një tha ma jep kasetën. Edhe fjale e fundit aty ka qenë, po ja kish një zemra. Se më tha Shefket, tha me të 15-in, kështu original me të 15-in, tha ka me përfundu gjitha gjë. Në fakt me 15-in a ju varos, dërsa me të 14-in ka ra. Kjo ishte amaneti i fundit i tina. Edhe për herë të fundit jam taku aty. Terë ka qenë, shumë terë ka qenë, nuk e di, nuk më kujtohet në figurat, po... E ka ndje. E ka ndje. Edhe të ka thonë me datën 15... Me 15-in tha, ka me përfundu gjitha gjë. Unë në fillim e mora, thash, pa me përfundu lufta, me 15-in. Po kur atëherë mo, veç e paramendoha që aja fjallë e ti ka qenë e jashtëzakonshme. Ti pa tjetër se ke mendu që ka qenë hera a fundit me ta. Ja, se ku mendu. Nëse i kishe ditë që ka me qenë hera a fundit, që i kishe thonë? Komandanti. Po të kallëzoj drejt, me pas ditë, me shpirt, isha mundu edhe nuk i kisha lënë me shku. Me mish e me shpirt. Edhe pse këto gjona i konkretizon tjetër kush, ai nalt nasmuj me bukur gjona, po isha mundu kështu maksimum. A që madhe ka qenë dashnia për një Shumë. Kam kujtime shumë, ko nuk len koha, nuk len. Se Rametlia me gjithë zëvendës komandantin, gati gjithë sa kemi qenë në legale, gjithë 2 ditë, gjithë 3 ditë pa orë të one nuk e kanë lënë. Unë ka qenë tepër dashnie e jashtëzakonshme. Po me fjalë nuk përshkruan. Po të isha poet, shka kom përjetue, shka kom jo një libër, jo 2, po do t'i kisha shkrua edhe 10 romane do t'i kisha bo. Po fatkeqësisht nuk merrna me atë punë. Po
Po dridhet edhe zoni për ka, po I kujton ato momente dhe pa tjetër se lufta ka lënë gjurmë dhe ka lënë trauma shumë të mëdha te ky popull. Dalim me pak te ky vend pikërisht ku edhe është ngrit flamuri, domethënë gjatë kohës të luftës. Po. Qa mban mend për këtij vendi? Po kemi, Që mundesh me Lauret, ndalë kemi shumë kujtime, sepse këtu edhe kum bo edhe xhirime shumë kum bo. Domthon çdo rreshtim të ushtarëve, çdo ngritet flamurit, zbritet flamurit, kamerën kum pas me veti, kam bo xhirime. E kështu me radhë. Shkak se ti gjatë kohës luftës ke mbajt edhe kamerë dhe ki rreth 20.000 orë. Ja, 20 orë. 20 orë. Po, 20 orë janë. Xhirime Të luftës, po. Pasioni yt për kamerën edhe me dokumentu gjithçka. Është fat që e kum pas në dorë kamerën, që sot rinia me pa se çka kemi përjetue, nuk ka inserte tronat filmi, masakre. E kam edhe një, po ata nuk guxoj, po të kallë nuk guxoj me përdor, po do ta tregoj kështu me fjalë. Ajo ka qenë të merë, jemi jashtëzakonshëm që nuk muj me arru kur. Po A mundesh me ndodhe me neve ka qenë masakër, ka qenë vrasje? masakër ka qenë e 3 civilëve. Babe birë, kanë qenë Hajrush Qori edhe Artan Qori. Të 3 I kom incizu e live në vend ku I kanë lënë sërt, që I kanë masakru. Edhe aty, Ka qenë trupi ty? mos vetë, I masakru. Bilat gurin të ninkeve, qëton e kishin pas shpue me thik veshin, e kishin ik qëton bashkë të pana. E kam këshun të incizume, po ata s'po guzem pi familjeve nuk muj me, nuk është e lidh me pa. Pastaj Hajrush Qorin e kishin pas torturue, rej, ftyrës, bomo, sakatu. Pa ai kish pas qëndru pak. Kish pas qëndru se u pashin tragjet në Livall aty, u pashin tragjet ka kanë përlajde, të ne edhe një thik tina ja gjetëm aty në Livall. E që aty e konstatum që ai kishte pas luftu me ta. Domethënë, në ato momente kur forcat serbe I kanë masakruar dhe Indieri ka tentu me pështu edhe me mbjetu, edhe I ke gjetë thikën e tij, domethënë ato momente. Normale, ka qenë për jetë a vdekje. Pas të shefket, që shumë ndjeve në ato momente kur I pet 3 trupa të masakruar. Po ta thënë të drejtën, Çka? Atë të ngri gjaku. jo gjaku nuk më ngri, po dikun rreth 5 minuta nuk e ku më të kohën, po nuk kam mujt me filmu. Non prej trishtimit, se kur s'kisha pa une ashtu, një 5 minuta deri jam stabilizue, so që tu jam konune, ku fuma akon që ti një rek akon, ata e kishin pasit në rek poshtë, prindin e tina manat e kishin pasit në Livall. Shka me thonë, të merë. Po ata njeriu me men në kokë nuk e banë. Për këta jam I bindun se të zhak ku e kemi gjetë këtë nikeve, ati kemi pa edhe shprica për 5-6 sopa në Livall ka I kishin qujtë. Domthon se ata, po ato totalisht ishin kanë dërguar. Një njeri normal nuk mund të bëjë. Njeri normal ata s'u ne ban. Sidomos me thik, me shpue, ajo është diçka e pa imagjinueshme. Patjetër edhe për mua kjo shumë e rëndë me dëgju, domethënë mënyra që she përshkruve. Po në ato momente baca shefket a merr shifocë. Mi a marr edhe mi a nxjerr hakun edhe që aty në të vramëve, civilëve të vramë. Që gjithë prej momentit që e kum kap pushën dorë, unë e kum kap
për me nxerr hak për gjithë ato që kanë bo shkijet, se së një thamë sërb, po shkijet që kanë bo në popullat tonë. Unë nuk muj me, nuk kum lexu shumë, po nuk kum lexue për ndonjë luftë kaq të leqt tyne. Është disha Edhe është shumë e freskët, edhe është fatkeqësi mu harru gjithë të përjetime, gjithë të hjeka. Se pa tjetër që ka ndo trauma dhe te jo që i keni përjetu. Edhe ndoshta ka dhe momente që edhe sot i kujtoni edhe... Unë po ta them edhe një fakt tjetër, që nga përjetime që i kum pas, shpesh herë, kur t'hin këto kujtime, më qele edhe mëngjesi, pa fjetë. E pa mujshme është njerë, dy herë në jaftë, pa mu kujtu kretë këto, pa mu silda për tërmë. S'muj, nga njerë thamë vetë, ti largoj, po... Kanë me jetu përjetësish për shkak se... Deri në vdekje ato kanë me qenë përënjëshme. Te na që kemi përjetu, te na nuk hekën. Po dhash Zoti që edhe rinia, pasarësit tonë, ta kuptojnë edhe ta respektojnë vjeprat tona, gjakun e dëshmore, sidomos gjakun e dëshmore mos me harru. Se ata për diçka ka ndonë jetë. Ta se shëfjet, kë ka qenë vendi ku është pjek buka për ushtarët e ushtrisë qlirimtare. Po, e sakt, këto për disa muj, nuk muj me thonë sakt, veç këto kemi pjek buk, kanë qenë edhe buk pjekësit. Po, këto esati ka qenë ai cili ka pjek bukën, ndërsa bon buka, ushtarët e kanë bon në qatë pjesën atje. Këto shifët edhe emri UÇK këtë fura shifët. Po kjo baca është bë pas luftës? Jo, kjo më gjatë luftës. Gjatë luftës, të shkrimi Po, janë gjatë kohës luftës? Gjatë kohës luftës. Edhe kjo veç është rindërtu pak, që edhe kjo ka qenë gati që e njëjtë. Atëherë e kemi pas bo. Bile kam edhe, është edhe gjirimi, edhe gjirim kam, këto kura shtim buka e parë që është shtim, bukën e parë kër kanë hangur ushtartë, e kam gjirume. Është një përjetim shumë i mirë. Pikërisht në këtë vend, para 26 viteve, është pa ushqimi për ushtarët e ushtrisë. Edhe sot jemi të qëndru pikërisht do. Pikërisht këtë vend. Çfarë kujtime po sjell pasi shëftet? Kemi kujtime shumë të mira, sepse prej kësaj fure na jemi ushqyje. Janë ushqy ushtarë. Dykun mos gabosha 200-300 ushtarë kemi qenë edhe janë ushqy me këtë bukë këtu. Pastaj edhe qa me thonë, mi kujtua atë ditë, sot të rënqethët trupi. Është diçka e pa imagjinum. Po me gjatë ja kemi arrit me ushqy ushtartë, me bukë, me gjona ushqimore. Qa më bon mend, baci shëfket për asaj periude, diçka që nështë pikërisht në këtë moment për të bjenë ndërmend për asaj kohë? Loret, me të thonë drejtën, kujtime kam shumë, aqë shumë kam kujtime, sa që me një intervistë nuk ka mundësi shansa mi përmend gjitha. Përmenda disa në pranit juve, edhe disa të tjera. Pa ka pas raste në ato ditë, do me thonë, kur nashta s'keni mujt me I ushqy. Gjitha ta njerë që a ka pas raste, po besoj ato ditë janë ka shumë trana. Lauret, kemi pas raste edhe tilla, po natyrisht ma pak.
zakonisht kur kemi pas ofenziva, ka pas rast që 2 ditë e 2 net kemi pi vetëm supë, që s'kemi pas kam më furnizu. Derisa jemi furnizu të një masane, në përmes popullatës, edhe du ta shfrytëzoj rastin në përmet këtij emisioni t'i falenderoj edhe popullatën që ka qenë krah i jashtëzakonshëm i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po mos të kishte qenë popullata në natyrisht që ku kemi pas më ushqy. Kështu që e falenderoj shumë popullatën që na kanë ndihmu edhe në atë kohë. Unë ju falenderoj edhe juve që keni bërë të pamundurën mi dalë zot vatanit, vendit tonë. Edhe e keni mbrojt me çdo kusht, jo ushtria lirimtare. Kështu që pa juve nuk ish gëzu kjo liri. Shumë normale edhe është e vërtet, mirë po unë për veti personalisht e kum bon vetëm për hir të njerëzve që do të vinë pastaj, që ato ta gëzojnë. Që unë e kum di që garant e kum di që si ta kapi pushën normal edhe që vrana. Mirë po, qëllimi jona ka qenë edhe bashkimi i trojve shqiptare. Gjatë që edhe në betim përmendën, ajo ka qenë qëllimi kryesor i yni. Mu bashku gjithë shqiptarët, me qenë një, por fatkeqësisht ende jemi 26 vite kanë kaluar, ende nuk ka bashkim kombëtar. A lufta e jonë, unë për veti personalisht kur kum kap pushkën e kum kap për bashkim kombëtar. Edhe një rast Peceki, kur ka komandant Bardhi për herë të parë në shtëpi time, edhe unë e kum kërkuar mu bashkangjit, edhe më tha, Shevket, tha, e din, tha, me ka jemi të luftu. Thash, po e di, thash, po edhe ti e din se me kanë jetë të luftu, thash, po e ke ka pushkën. Thash, edhe na dy, thash, e dim, thash, se na kemi punu, thash, në të pushtet zi, thash, edhe dim çfarë force ka. Thash, po pavarësisht asaj, thash, do të me çliru vendin. Edhe prej atij momenti, mo nuk i kum da komandës brigadës. Ky ka qenë momenti kur i veshët teshat e ushtrisë lirimtare të Kosovës edhe ju bashkangjitë radhëve të uçkës. Po, ky ka qenë momenti i parë. Këto kam dash pak ma gjënësisht me elaboru, po më vaj se të rikova. Po, kjo ka qenë edhe hera e parë e emja që a pa me ushtarë të uçkës, pikërisht me komandantin edhe me zëvendës komandantin. Komandant Bardhi ka thonë, Shevket, a jetu e ditë me kanë jem të luftu. Po, e saktë është. Vetë goja tim ka thonë, edhe përgjigjemi ka qenë ajo përgjigje që e thash. S'kemi rrugë dalje tjetër, pos me kap armën edhe me luftu. Ku e gjeshi forca? Forca ka qenë... Dohet këgja guxim edhe dohet shumë forcë. Forca ka qenë brendit zemrës, brendit vullnetit. Vullnetin e kemi pas për çlirim. Se pa vullnet, njeriu s'mund me bon asgjë. Nëse nuk i ki vullnetin, kot. Ndosha e bën, mirë po ka më të hakmar ma vonë, pastaj nuk mundesh me arrit qëllimit. Këtu ka vepruar një batalion, ka qenë batalioni 3, cilin e ka udhëheq i ndjeri Ilas Ceka, cili ka ndrur jetë para disa viteve. Ai këtu ka bon disa stërvitje, rreshtime. Kur po i sheh këto vene, qa po të bjen men, basi Shevket? Na për këto vene pikrisht ku jem para 26 viteve, ka qenë mbushur me ushtarë të ushtrisë lirimtare. Po sot, 26 vite pas, çu shnihesh? 26 vite ma vonë, krejt më sillen na përmend ushtarët, duke xhiru, duke fotografu, se punë tjetër nuk kam pas në atë kohë,
pos kamerën edhe aparatin fotografik. Edhe pushkën. Edhe pushkën. Po Unë zakon të dalë pak edhe të kjo pjesa e për shkak se ti kamerën gjithmonë e ke pas pasjan. Edhe gjatë kohës luftës e ke pas një kamerë me të cilën ke filmu momente edhe atë momentin e ronë të asaj masakrës që është bo 3 civilve. Po ç'është është historia e kamerës? Ku e gjete kamerën në atë kuba? Historia e kamerës fillon prap me komandant Bardhin. Një vaj ka qenë 2 ditë pasi kemi dalë një vaj, jemi stacionuar. Aje kish pas thirrë një gazetar për me morë një intervistë për tina. Edhe atë ditë më tha shefja, dush me shku në shtëpi, në katon, tha me gjithë një kamerë, tha se son të kam një intervistë. Thash po, komandant, s'ka problem, thash urnat do të mi zbatu, si në hajgare. Edhe me njëherë, pas një fjallë, ku marrë rrugën, ku shu në katon, e kisha një shok, një katonar, e ku më pasin gjizu një gjerim, e ku më pas vonë darës më stina, edhe e di që e ka. Ka qenë një kamere vogël, po fatkeqësisht, aja atë natë nuk ishtë qenë në shtëpi, kishtë pas qenë musafirë. Po. Edhe dullë shoqe vetë, thash, qështu, dhe vallaj, thash, son këtu. Edhe pasaj, u dash me pritë, me bujtë në shtëpi, atë natë, në mëngjes, me shkue prapë. Edhe kur shkova, natyrisht, a i kishë pasarë. Edhe për të regoj qëllimin, tha, po, tha, shefet, s'ka problem. Pas një problem, tha, mere, tha, shfrytëzohë, po. Edhe pikërisht me atë kamerë, Pikërisht me atë kamerë, pasaj, ajo ka bon edhe gjirimi, do më që shë të regova, dikun ka 20 orë. Tash, ajo pushon e qetë në muzeun e qytetit Kaçanikut. e ke ende sot Po. atë kamerë. Tu, ka qenë Tu, poligoni njësi speciali, po. Me mund dhe sakrificë e bëm historinë. Me kujtesë e vigjilencë, ruajeni dhe kultivojeni lirinë. Pikërisht është. Këtu ka momente, po. është themi, Qa po të vjen menda të shefket? Pikërisht sa që po qëndrojmë në këtë vend, qa po të vjen menda? qka mos laureat, po është një pritim që njeri vështirë me përballu kur ti kujton atë ditë të vështira. Këtu janë majtë shumë manifestime, janë majtë shumë akademi për kujtimore në hapësirë. A ngrit flamuri këtu në mëngjes, edhe në mbrëmje është zbrit. Ka pas rështime të ushtarëve, tani kemi pas edhe stërvite të mëngjesit, bëjshin ushtarët. Kam filmime shumë në këtë aspekt. Por fatkeqësisht A mbon mend diçka ndoshta me ndonjë bashkëluftëtar të andin pikërisht në këtë vend që ndoshta sot po të kujtohet edhe mundesh me ndonë me Po, ka kujtime laureat, sidomos me shefin e shtabit të ndjerin Xhemal Kremnieva, me të cilën edhe ai ka qenë një njeri shumë pasionat. Ka ardhur prej Maqedonisë, e ka lënë ushtrinë Maqedone, atëherë Jugoslave, a largu për tyne dhe ka ardhur drejten këthon ju bashkëpunëtorëve të ushtrisë qlirimtare. Pas e shefket, shtegu i lirisë, qa po të vjen mend? Kur përmendet shtegu i lirisë,
përshkruma, qa do të thotë për ty Shtegu i Liris? Shtegu i Liris për mu është një shteg i brezëve të cilët do ta kujtojnë, do ta mirëmbajnë. Ne këto e kemi po atë që kemi pas mundësi, ndërsa ata me këtë shteg të liris do që t'ja përcjellin brezëve tashme se ka kanë vepru ushtria, çka ka vepru ushtria, ka sjell krejt këtë gjëra. Ky shteg i liris ka domethënie shumë të jashtëzakonshme, sidomos për ju që keni sidomos për ne që e kemi përjetu. Sidomos për ne që e kemi përjetu. Pas e Shefket, këtu që ka pas? Këto ka veprue njësia speciale, Nishi, i komandantit Ahmet Muharrem Ahmetaj. Ai ka komandu njësitin një. Këtu pana kanë pas servitje, po këtu kanë pas edhe një shatore kanë pas. Po ku kanë tjetë. Po. Pastaj edhe kanë po ushtrimet e mëngjesit i kanë kry këto. Servite ushtarau që kanë pas. Edhe këta disa servite, disa i kam edhe të filmume. I kam. Po kam edhe pomje. Një pyetje ku e me shefurcen, me qërë që Vëllai, shka i pasioni, se pasionit për kamerë ka qenë i madh, po sot i ki enda ato pomje dhe po dhe se i një shumë krenar me vetën që ke arritë dhe ke mujt me i rujt ato pomje. Unë për vetën time, pavarësisht që disa edhe nuk e shmuajnë, po për mu nuk është ai problem, sepse unë jam shumë krenar që mu ka onë rasti me pas kamerë në dorë. Edhe me filmu pomje edhe momente reale. Momente reale, momente edhe më të vështira që njeri nuk mundet me paramendue. Ishte përmendëm edhe masakrën e 3 civilëve të pramë që kinë pomje, më nëshme publiku, shkak pomjeve. Këtu ka qenë një njësi tjetër speciale. E njëta, po. Veç është edhe atje, edhe këtu e kanë paraqitë si monument të veprimit të sona. Baca Shefketa, ka pas në një moment ku keni qenë në përballje, do më thonë drejt për drejt me forcat serbe gjatë kohës luftës? Lauret, unë personalisht nuk kom pas, për pas ofenzivës i vajës, që ati falë komandantit dëshmor tani Qamil Lazit Bardhit, ai na ka tërhek 5 minuta para se shkijet me ra në fshat. Tankësat veç që kemi pana kur e kanë të artë e poshtë, edhe qatë moment e di që tankësat i kumë pa me synë të mi të artë e poshtë. Edhe masi jemi tërhek, i thojnë një vend të Mollini, aty i kemi streu do armë aty, edhe na për pluma kemi dalë aty edhe mi lëshu të poshtën. 5 minuta kanë qenë pyetje. Beso 5 minuta në pyetje kanë qenë parasysh se u dashje popullatën mu largu një herë, pastaj mu larguna. Kanë mjaftu vetëm 5 minuta më vonue tërheqja edhe me na zonë gjallë. Komandën e brigadës komplet me ushtarë. Kemi qenë dikon me numër të sakt, nuk muj me thonë, po mbi 100 ushtarë kemi qenë. Dhe më thonë 5 minuta që ja kam shtu jetën gjithë juve. 5 minuta kanë qenë 5 minutat e komandant Bardhit, i cili e ka dhonë urdhën për tërheqje. Ka qenë pak edhe mendoj sot, nashta kur e kujtojnë edhe parandjenja se mundën me ardhë
Edhe nështë një shenjë prej Zotit. Po, natyrisht Lauret edhe pa bo emër Zoti nuk bëhet asgjë. Kështu që edhe komandant Barin, Zoti ja ka shtin atë mene që tërhequ se s'kia fat edhe 5 minuta. Edhe llogarit vetëm sa kemi dal sa 100-150 metër larg, ata kanë filluar me na gjujt. Llogarit. 5 minuta që u kam shtu jetën juve, ushtarëve, rreth 100 ushtarëve të brigadës. Ne 6 Agim Bajrami. Kjo ka qenë diçka e pa imagjinueshme, sepse kur ti llogaritsh 7.000 forca vetëm njerëz, plus mbi 100 ka qenë me tanksa, Kulinova e gjona tjera, me luftu me një ushtrim me 200 ushtarë. Kjo është e pa imagjinueshme. Logjika e njerit nuk e ka, kjo është e vërtet. Është e vërtet. Jemi njerëz gjallë. E dim të vërtetën. Unë kam qenë edhe antar i grupit, emnum prej organizatës së veteranët të luftës, bashkë me Gjabir Zhakun, komandant Gjabirin, unë edhe ai kemi qenë, pa ai pak ka stagnu për shkak të restorantit që ka pas, ka punu më shumë në restorant. Përse shifket, këtu është muzeu i Kaçanikut me gjona prej kohës luftës. Këtu e tje dhe kamerën që ke filmu gjatë kohës luftës. E cila është? Është kjo e vogla, shijet. Domthon e kom huazue prej bashkëfshatarit tim, tani e kam edhe shok të ngushtë e kam. Shabidolloj, të cilët si që pse e ka dhe atje në altë, kur ja kom kërkue, ma ka dhënë pa asnjë hezitim. Kë ka qenë shoku i ti ngushtë gjatë kohës Shoku luftës? im pas armës ka qenë kjo, kamera, edhe aparati. Po aparatin fatkeqësisht, qatë ditë që kemi ranë këto, mu ka thuj, mu ka pas spirë, edhe s'kom pas që ka me marrë, me rujtë. Sot kur e shë, që po të kujtojnë? Po, shka me thëmë, ketë më kujton kohën e ati në 2-2. Thashe ati në altë, shpesh herë më nëgjesi më qelë, kur t'hinë në këto tripa. Tjetër është diçka që ka qenë me ty gjatë ditëve më të vështira të luftës, e the, pas armës, ka qenë shoku jemi në ngushtë. Sepse pikërisht me këtë kamerë ti do ke dokumentu momente gjatë kohës luftës. Shumë ka momente, ka edhe të vështira, ka të lumtura, kështu. Këtu është edhe uniforma e komandant Bardit. Po. Një njeri që ka lujt rol shumë të madh në jetën tonë, sidomos gjatë kohës luftës, ke pas shumë respekt dhe shumë mirënjohje për atë njeri. Pikërisht ashtu është Lauret, komandantin e kom pas jo vetëm shok, po lirisht mund ta them edhe antar të familjes. Sepse kemi përjetu shumë gjana me ta, kemi punu shumë vite, dikun po fiks 6 vite, kom punu edhe një sekretariatin e mbrojtjes popullore në atë kohë. Pastaj ata e largun, në 2 vjet e vazhdum, edhe neve në largun nga aty. Pastaj hinë në mosat e dhomshme e kështu me radhë.
Ti mu ma the një fjallë cila metë në kokë, që qatë shumë je mërzit në ditën kur ka ra komandant Bardhi, edhe ditën kur e ke marrë vesh lajmin, ajo ditë ka qenë që ke kojtë për herë të parë edhe të fundit me lëtë në jetën tënde. Po ta them për shumë ata që do ta ndëgjojnë këtë histori, me sy se disa nuk do ta besojnë, por unë këta e them prej zemrës, prej loqës zemrës, se komandanti ka qenë për mu familjar. Edhe në momentin që kum kuptue që ka ra, unë edhe kam kajt, e din këta zënës komandanti, e rëshkurtaj, kur ka orë më ka gjetë të qajtë. Po ta them me një fjalë, nuk muj me përshkru me fjalë. Është disha e pa përshkrushme. Ti gjatë jetës edhe pas luftës ke përjetu pa tjetër shumë sajnë tjera, shumë gjana, shumë momente edhe shumë humbje tjera, po ma the që hera e parë dhe e fundit që kam kajt me lëtë, kam qitë lëtë për dikan, ka qenë pikrisht ramja e komandant Bardhit. Qaqe madhe, dashnia. Qaqe madhe, unë për veti për të tregoj, më ka dik baba, më ka dik nana, më ka dik gruja, besonin në Zotin nuk u qitë asë një lëtë. Po për këta nuk kam mujtë më ndalë. Tash kush dollë, qysh dollë leta merë, pa e ka qenë për mu jashtëzakonshëm. Unë po i shoh që edhe rrobat e uniformën që e ka pas vesh gjatë kohës luftës, e ke rujt ti, edhe e ke rujt qaq mirë sa që edhe tash po duket sikur me qenë e rej. Po, fakt. E kum rujt me një nostalgji të jashtëzakonshme. Edhe po ta them të drejtën, vetëm një herë i kum vesh, edhe mo nuk i kum vesh. Po i kam pështjell në Meldon, ja kum hjek vakumin, edhe i kam majt në zet deri tash, 26 vite. Edhe sot që ndrojnë muzeun Kançanikut. Sot ja kum falë muzeut qytetit, të cilin edhe vetë jam themelus i këtij muzeu. Zbashku me shok, normal se vetë zbon të gjë. Edhe po shihet që ka shumë gjëra antike gjatë kohës luftës. Pikërisht në këtë vend. Po, ka. Tu po i shumë edhe 4 dëshmore. A i ke njoft personalisht? Jehonën po, a këto tjerat nuk i kum njoft. Po, mi pa e kum pa gjatë luftës, po mi njoft kështu muhabet me ta s'kam pas. Këta kanë qenë 4 infermiere, të cilat i kanë mjekue ushtartë, po edhe civilt, plagum. Këto kanë qenë, janë bana originale që i kanë përdorur në atë kohë. Këtu kanë qenë dhe me thonë barnat. Banat të cilat ata këtu 4 infermiere i kanë përdorur. Lumni Raka, Jemuna Raka, Mukadez Zelika Muagjeri, Emsalia Frango, kanë qenë 4 infermiere gjatë periudhës luftës. Po, pikërisht. Cilat i kanë mjeku ushtarët e ushtrisë çlirimtare, po edhe civilt. Që janë plagosë dhe që janë rendu gjatë kohës. Pikërisht. Pikërisht këtu janë mjetët e asoj kuë me cilat kanë ata i kanë përdorur, i kanë mjeku. Edhe barnat, cilat janë përdorur në atit. Pa tjetër që të nëzit edhe të këthem pas në kohë edhe ty. Normal. Ti the që e ke njoft Jehonën personalisht. Qa më bon mend për Jehonës? Po, një takime kum pas krejt gjatë luftës, veçimi, do më aja ka qenë ti po punë të vejta, unë veç me kamere jam bon ati pana, qaqë, s'kum pas ma shumë kontakt. Pastojmë pjesë të tjera, këtu po shohim edhe uniforma edhe veshje të... Kjo është uniforme Besnik Beguncës, edhe këtë dëshmor, cili ka ra zbashku me komandantin. Kjo bacë prej kohës luftës? Po, këto janë pjesë të uniformës të Gjeladin Kurtaj, dëshmor, i cili ka ra me 10 gosht të natë e tjetën, zbashku me komandant Agim Bajramin edhe Besnik Beguncën. Në këto janë disa pjesë të asaj kohë, që ai ka bartë,
helmeta, çizmet, gjyksorja, kjo një detektora, nuk e di që shithojnë, është e shkruar aty, po e kanë lënë sërbt gjatë ofenzivës që e kanë marrë në shtëpi, të në familja e ka gjetë edhe e ka rujtë. Matës radioaktiviteti. Po, radioaktiviteti. Nga periudha e Jugoslavisë. Këtu është edhe antiplumbi i komandant Bardit. Po, këtu kemi uniformën e komandantit, e kemi gjyksorën poshtë edhe i lekin antiplum, që e ka bartë komandanti. Po, fatkeqësisht, bashkë qatë ditë nuk e ka pas bjesh. Ditën kur është dhe. Po, edhe me pas e gjeli nuk dvet, plumi s'dvet, të merë. Kështu që këto janë flamuri i brigadës, 162 Agim Bajrami, flamuri cili e kanë bartë ushtartë gjatë manifestimeve, gjatë rrugës. Unë shihet edhe në foto, po i njëjti flamur është. Ja kërë shumë ndër foton e asaj periudhe që po besoj është prej teje. Po, është foto ime. Vazhdojmë pjesë të tjera? Këto janë pjesë të artefakte të historisë së hershme. Na nuk kemi pranu artefakte më të vjetra më të re se 50 vjetë. Domthon krejt shka ishin këtu janë mbi 50 vjeçare. Domthon ka artefakte 200 vjeçare, ka 150 vjeçare, makina agje është vitit 1800 e diçka e prodhuar. Edhe gjitha këtu njerëzit mundën me gjetë edhe me vizitu në muzeun e Kaçanikut. Po, fakt. Që është i hapur? Është i hapur çdo ditë prej orës 10 deri në ora 3. Për momentin, po kur të vjen zyrtari, se ala nuk është caktu zyrtari, bash advokat, po kur të vjen zyrtari, drejtoria kur të asit, atëherë e vojnë edhe orarin prej 8 me siguri deri në 4. Që është orari i zakonshëm. Këtu janë edhe 2 gur, këta janë shumë të moqëm, sipas arkeologët, se antari grupit Haridin Ramali, vllau i këtij deputetit, vllai i Lazar Ramolit, ai është kryesuesi i grupit. Tregon se ky është i shekullit 2 ose 3 para Krishtit. Shumë të vjetra, shumë antike. Edhe ki i njëjtë është, këta e ka gjetë një pronar, është Safet Loku i Kotinës, i cili në shtëpi vetë, aty pasunit vetë e ka gjetë gjatë gërmimit. Në vitin 1975 është gjetë. A mundesh me na thonë frikën më të madhe që e ke pas gjatë asaj periudhe? Diçka që na është jetut. Faleminderit për pyetjen. Laureta, frikë prej atij momenti që e kam kap pushkën në dorë, na frikë s'kemi pas. Ama frika nuk ka hek. Por trishtim, po e kam pas një rast, si ndoshta e paraqit një edhe më në skin tjetër, rastin e masakrës, masakrimit 3 civile, që javë shpjegova atje. Në momentin kur për herë të parë sytë e me kanë kontaktu me të masakrumin, 5 minuta nuk mujtë me arë në gjendje me filmu. Në 5 minuta më ka dash më ndalë, më qetësu, edhe pasaj me filmu, se nuk kisha pa kur në të formë. Në televizor po live, do mu përball me to fizikisht, asë nesë më kanë përball. Kështu që ajo ka qenë një moment ma i vështiri i imi,
Pasaj edhe kur e kum pa në trunë të shpum, kishin tentu mja ik trunin, edhe ajo më ka shumë vështirë. Po njeri ju pi përballoj këtë gjitha. Prej vullnetit ma, prej dëshirës madhe, me lënë diçka pas, më ju tregu trive, që ja, këshine, ku e keni argumentin, shikoni se shka e në konë gjendi me bo ata të poshtër. Kanë bo këte çnjerëzore, kanë bo gjonat të cilat... Akte çnjerëzore, lauret që mendja njerit nuk e përthekon. Nuk mund është me logjiku. Po ata kanë pas qashtu atë shpyrt katilit. Edhe s'kam po. Gjitha ta fëmi të masakruar, të vranë, të gratë të nume. Masakra që nështë mendja nuk të shkojnë. Janë kanë gjendje mi ba dhe i kanë ba. Edhe është gjëna, është krim prej popullit Kosovës me i harru ato ngjarje. Pa tjetër që ju nuk i keni harru se ato jetojnë me juve sa të keni një jetë. Po këto gjona duhet mu full, duhet mu dokumentu edhe sot, edhe prej rinisë, edhe prej mu ditë çka ka ba. Edhe çka ka përjetu populli shqiptar. Pikërisht unë apeloj të gjitha mediumit, qoftë shkrume, qoftë vizuale, që sa ma shumë të tregojnë këto raste ku jam i bindun që ka raste edhe të fa zbulu mende, që ti tregojnë, që ti tregojnë edhe botës se bota e din, po donë dokumentim, se bota e din, ata e kanë pas satelitin nalt, ata kanë filmu, ata kanë gjeru. Po mjerë që disa shtete e kanë pas edhe onë këtyne, kështu që së da ditë, më vjen shumë keq, më vjen zdi që shme thonë, njerëz të pafajshëm, njerëz çlirimtar, njerëz të devotshëm, sot në bëhen në gjyq pa drejtësisht, për asgjë. Ende nuk kam dëgju une që ka ndalë me një argument të theksum që këta kanë bo. Nuk kanë argumente, vëlla, nuk kanë. Po, politika evropiane e banë këta. Lufta e Kosovës ka qenë, lufta e ushtrisë çlirimtare ka qenë lufta më patësore dhe më çlirimtare që ekziston për shkak se na me qaq fuqi sa kemi pas, kemi mbrojt vendin tonë, edhe nuk kemi shku me masakrume, me vran njerëz të pafajshëm në Serbi. Na thjesht e kena mbrojt pragun e shtëpisë. Pragun e shtëpisë kemi mbrojt edhe ata me vetmin qëllim, me vetmin akses, mu çliru e një herë për gjithmonë prej barbarëve. Se ata janë barbarë, por mu nuk janë ndryshe. Lufta e jona në konë shumë e pa barabartë në krahasim me luftat tjera. Se ka pas lufta ma herët që janë përballë ushtri, po e kanë ditë se sa forca ka armiku, sa forca ki ti. Na s'kemi ditë sa forca kemi. Ata kanë pas forca tjerë zakonshme, armatim, automjetet, blindume, tanka, po e valla i kanë përdorë, edhe aeroplanët i kanë përdorë në disa raste. Po prapë mendoj që është edhe fat që nështë sa jemi çlirume dhe për shkak se kam pas një bisedë me një ushtar të ushtrisë çlirimtare dhe më ka thënë me pushkë gjëtis është me dalë me po ka raste. Lepra vran me atë pushkë. E ke marrë pushkën, edhe ka qenë 15 vjeçar, edhe ka dalë me mbrojt pragun e shtëpisë dhe me mbrojt familjen. Sakt.
Edhe tash ti më kujtu edhe një fjalë, na ja kemi drejtu pushken tankeve të Serbisë. Po, është e vërtet. Na kemi luftue thjesht, ka luftu një armë e thjesht me një armë moderne. Si që është tanka, ato blinda. Këto llogarit, se çfarë vullneti ka qenë, vullnet i temose, i madh për mu liru nga këta. Ti të merren që e ke pritu gjatë luftës, të merren më të madh që e ke pa me sytë e tuna të treguve. Ka qenë pikërisht ajo masakra e civilëve. Po. Diçka tjetër që në është edhe sot, ose një moment, një ndodhi që ka ndodhur, po besoj për shkak se e keni dëgjuar në atë kohë Radio Kosovën e Lirë dhe kur keni marrë lajme, cili ka qenë një lajm për ndonjë masakër, për një diçka që ka ndodhur në atë periudhë që në është secili prej juve e keni ndje atë dhimbjen edhe jeni solidarizuar me atë familje. Lauret, më falë se po ta që të jemi shumë shpesh, po e kam zanat, por mu personalisht lajmi ma i hidhur ka qenë lajmi i Dërnicës, Prekazit, kur ka ra komandanti i jorë, Adem Jashari. Ai, jo veç për mu, për ka qenë dash me qenë edhe lajm bombastik për gjitha kategorit e njerëzve. Edhe një diçka du me tregu para juve, para opinionit, edhe një përgjithësi që kom pas nuk ka qenë e lehtë. Ka qenë jashtëzakonisht e rëndë për mu në atë kohë, po është dasht urnat mi zbatu teprore. Ka qenë momenti kur Ashim tha që Agim Qeku edhe Rambuja kanë ardhur prej Rambujes edhe në për brigadë tonë kanë votu për Kleçk. Edhe këtu kanë qëndrue 2 ditë, 2 net e 3 ditë. Edhe prej momentit kur mi ka dorëzue komandant Bari, mi ka thonë Shefket, prej këtij momenti, këta persona janë musafir të në fshatin Biqec. Domthonë, në fshatin tem të lindjes kanë qëndru. Unë është dasht mi pregadit me gjetë me ushqim, me shtëpi, ku kanë me fjetë, ku kanë me netë. Domthonë, përgjithësia tërësisht ka qenë mbi mua. Vetëm Zaventska Mallëmëdheri Shkurtaj e ka pas sigurimin e jashtëm. Ndërsa por mrena kam qenë krejt përgjithës une. Edhe ai moment ka qenë jashtëzakonisht i rëndë, sepse duke menduar më të keqen, është edhe që aty bjen edhe përgjithësia. Po, s'ka thonë Zoti ashtu, po me na pas sulmue ata në fshat, me pas kuptue forcat serbe. Shumë thot që Agim Qekun edhe Rambuja. Duke qëndru fshatin Biqes. Kanë qëndru 2 ditë e 2 net e 3 ditë kanë qëndru. Edhe tani pasi kanë siguru rrugën mirë, i kemi përcjell për Kleçk. Që kujton ato momente, çka të thaheshin pas Agim Qeku, Rambuja? Cila ka qenë biseda me ta? Biseda e vetme që kum pas me ta ka qenë momenti kur e kum kap kamerën të një prue, ato ishin nalë me pushu ati, edhe unë jam këthy prej lagjës Bunjak, se shkova me gjithë shtëpinë, ku kanë menet, e sigurova shtëpinë, edhe pasaj u ktheva prap të në rrugë, ato ishin në rrugë të e ishin kanë të pushu të ereka, edhe mu kujtu, thash, unë pse se marrë, pse si vesi, a kam drejt me gjirua jo? Edhe pjesë komandant Bardhin, thonë, komandant, a ka mundësi mi veta, a guxet thash me gjirue? Po më thaj pjesë. Edhe ju ka drejtu Ashim Thaqët. Tha, o hash, se hashit të ke, o hash të ke, a ka mundësi me gjiru pak?
Jo, tha, për këtë punë, tha, unë nuk jam përgjegjës. A përgjegjës është Rambuja, tha, nëse Rambuja, tha, jep leje, tha, s'ka problem. Edhe veti Rambuja, tha, po, tha, gjatë ecës, tha, s'ka problem. Edhe të ne kum filmu prej atë momentin deri kemi mrinë te lagja Bujank. Edhe kur kum mrinë aty të ne... A kja gjyren edhe sot? Po, qysh se kam. E kam edhe rujme nostalgji. Bile edhe e kum postu edhe në Facebook, është në mjetet sociale. E qëti kum pas përgjithësinë më të madhe, si pas meje në atë natyrisht, se ka njerë që thotë, hajtë mëse, kur gjo sa kom kja, po për mu ka qenë përgjithësia më e lartë gjatë ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Se t'jesh përgjegjës për komandantat, për njerin i cili kishte prej Rambujes, mu taku me komandantët e brigadeve, me marrë pëlqimin e tyne, për me nënshkru, ajo është diçka për mua e përshkrume. Pasi shëfket UÇK-ja, qa do me thamë për ty UÇK-ja? UÇK-ja për mua është gjithçka. Është gjithçka që është jetë, është sakrificë. S'po mu edhe fjali me gjithë, se kjo UÇK-ja për mua është gjithçka. Gjithçka. Unë për UÇK-n, edhe sot, edhe pse jam liri, me më thonë, dikush, dishka keq, për UÇK-n jam gjendje me shky, si macë. Se kjo është e shenjtë. Asë një gjenerat, populli jonë ka fillu kryengritet edhe më herët, po nuk ka arrit mu çlirue. E brezi jonë ka pas fatin që mu çliru pik kësaj rraje. Për ata është e shenjtë, është gjithçka që do të me konë për gjithë, jo veç për mu. Sot jem në Kosovë në lirë, pas e shëfja qa do të thotë për ty Kosova e lirë, jem të egzu lirin për cilën kena luftu. Edhe kur e mendon periudhën e luftës, a e keni mendu që ka me ullë çliru Kosova? Pa tjetër që besimi ka qenë edhe dëshira ka qenë që po a e keni mendu që ka me ardhë sot këtë ditë me egzu edhe me festu lirin? Vëllai, unë për të kallëzë drejt, qishe kam përjetu në atë kohë. Po të tregoj drejt që nuk kam menduar që do të vjen kjo liri. Sepse rrethonat janë kanë të tilla që a kanë diçka e pabesueshme. Po vullneti, dëshira për liri, për gjithçka ishte e madhe. Edhe nuk kemi çliru ashtu që kemi luftue. Për shkak se betimi jon është për çlirimin e tokave shqiptare, për gjitha, për një bashkim kombëtar, të cilën besoj që nuk ka shqiptar që nuk e ëndron, e ata që nuk e ëndrojnë këtë pjesë, për mua ata nuk janë shqiptar, ata janë gjakprisht. Ata që nuk e duan një Shqipëri bashkume, një kombë bashkume. A ka ma lezet se me ka një bashkume. Kështu. Pas e shëfjet këto foto që apo i shohim në të momente, janë të bane prej dorës tonë. Cila është njëna prej këtyre fotove që ndoshta kur e shikon sot e ki një emocion të papërshkrueshëm? Po të kallëzoj drejt, emocion më të madh m'len fotografia atje. Për herë të parë kur kanë shkel forcat e NATO-s, këto, Gjabir Zhaku
Gjabir Zhaku, komandantera edhe i NATO-s. Në anglez më duket, mos gabofsha. Pas dita kur e marrët vesh informacionin edhe lajmin që Kosova është liru, apo na i përshkruan sot ato emocionet e asaj dite? Lauret, une personalisht po të tregoj drejt, nuk kom pas emocione, sepse kam qenë një ngarkum. Gjithë atë ditë, tonë ditën e lume, une kam merë në dorë edhe kam bojnë qizime. Nuk e di knatësin e lirisë. Tasaj dite, se të lirisë, po, natyrisht. Amo tasaj dite nuk kam mendu tjetërsen, veç që ka muj me bo me kamerën time. Edhe sot pa tjetër që ki pamje prej asaj dite. Po, i kam gjitha, i kam, dikun ka 2 orë mos gabofsha, me shka i kom gjeru atë ditë, me rënime, me plaçka, me gjithçka. Plus asaj forcat e natës kur ka arë helikopterat, ato i kam pamjet gjerume nga dora ime. Kështu. Pëse shifket që ta nana dhe baba në ditën kër e marrën vesh që ke vendos me ju bashku ushtrisë qytetarë të Kosovës? Po thëmë drejtën, nona nuk më ka folë shumë, se a konë pak edhe e mleft në këtë pushtus. Ajo veç ma ka arru, ka thonë birë, primt e mara, inshallah ne bjen lirin. Ndërsa prindi, ajo nuk e ka besu që jam në këtë rjedhë, edhe kur e ka hetue, veç një pyetje më ka thonë, më ka vetë. Birë tha, a jenë gjendje me dhonë jetën. Thash, babë, unë e prej këti momenti, thash, e kom vendosë, thash, edhe jetën me dhonë. Thash, për mu nuk ka problem. Edhe e tha, ruju, tha se, plumi tha s'dvet. Thash, në qovë se e ka shry Zoti, thash, me met në luft, thash, ka me met. Edhe ka qenë me ta, mo nuk, ka pasë edhe disa raste ku e kom ftu me ardhë te komandant kur ashtë në atë nësobë, nuk ka dash me ardhë, për vetëm arsye. Ase me bo me mëzon, tha, shkijet, tha unë, i gratë, plak, tha, së në baj dronin, s'kam qare, do të me kalzu. Tha, kështu s'kom pa kur gjonë, dhe s'kam shka me, nëse nuk isha, tha, s'kam shka me kalzu. Unë mëzon të kur gjonë. Kjo ka qenë pjesa me, qysh me thonë, me ndikshme, për ka unë e prindore. Pas e shefket nonat pas ka thonë, djali jem, inshallah na e bjen lirin. Edhe unë e them me plot gojë që faleminderit që na keni sjell lirin. Ti edhe çdo pjesëtar i ushtrisë qeverimtare të Kosovës, por jo vetëm, gjitha ata që kanë kontribu në krejt mënyrat e tjera për lirin që sot e gëzojmë. Shkak se liria nuk vjen veç me armë. Jo. Ka pos nana që kanë kontribu me ushqime, me ndim, ka pos infermier, mjek gjatë luftës që kanë rreziku dhe jetën e tyre, nuk kanë nik, po kanë qëndru stoik, pikërisht në këtë Kosovën që ka qenë krejtësisht e pushkatume, edhe kanë vendos me kontribu dhe me dhanë mundin e vetë. Gjdo kush e ka dhonë atë pjesën e vetë. Tjetër edhe një cupë gjakut, krejt dëshmorëve që është edhe në klamurin ku që se. Dëshmore nuk vjen në pyetje heq, aja është pa dëshim gjëja më sublime që ekziston për këtë liri. Por ka pas njëri që ka pas mundësi, veç një bardak ujë me ta mi afru një ushtarit. Edhe aja na e kemi vlerësu, edhe ata e vlerësujmë. Tjetër, se cili e ka kontributin e vetë. Normal. Po edhe jo që e keni ka armen, edhe me ata pak armatim që e keni pas, me ata pak plumba që e keni pas, edhe me gjithat forcë dhe atë vullnet me i dalë zot vendit, e keni bot pa mundërën, kështu që faleminderit ty edhe se cilit
njeri që ka kontribu për këtë lirinë e këtij vendi? Unë për fond ju uroj suksese në punën e juve. Ju falenderoj pa mos për këtë intervistë, pavarësisht e di që nuk ka me dal keq, po pavarësisht E ke dhënë një copë shpirti, kështu që s'ka me dal keq. çdo për mua nuk është interesant. Se i kom përjetu gjanat edhe mos nuk i marr nga të zemrës çdo disa gjana. Qish del veç inshallah rinia le ta kuptojnë, le ta dinë se çka është punue, çka është hek, si është luftue, me çka kemi mujt. E kështu me radhë. Ju falenderoj edhe një herë shumë. Edhe një pyetje krejtësisht fundit. Faleminderit Urna. fillimisht që ke nda kohën edhe faleminderit për këtë gjanat që e ke nda me ne. Po për fond një amanet edhe një porosi për gjithë ata që e shikojnë këtë video, edhe po sidomos për ata që kanë dyshime luftën e ushtrisë çlirimtare dhe tentojnë me përull mundin që e ka bërë kjo ushtri çlirimtare. Ndëgjë, kurën e kurës nuk mund me përull askush këtë luft, sidomos dëshmorët të kombit. E lemo që tonën pe harrojmë, por dëshmorëve që kanë dhënë jetë, aja nuk mundet më përull nga asnjë, pavarësisht që dikush tenton me bën këta. Amaneti jem për gjithë kategorinë e trive, pasazhve tonë, le t'i ruajnë këta që i lëm pas, le t'i çmojnë, le t'i respektojnë, çlirimtarin le t'a respektojnë se pa çlirimtarin nuk ka mujt me ardhë liria. Nuk ka mujt me ardhë liria. Nëse një non, nëse një fëmijë nuk qanë, nona nuk jep gjinë. Na fillimisht e kemi ka pushkën edhe e kemi luftu, pa tek ka ardhë liria. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Faleminderit ty basa shef. Edhe juve.